Trotuaret pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit dhe Spitalit Rajonal të Shkodrës janë zgjuar me një hapësirë të liruar totalisht. Policia bashkiake nuk është përqendruar vetëm në tregun e Rusit, por edhe në zona të tjera ku tregtarët e vegjël kanë zënë hapësirat. Tregtarët nuk janë kundër lirimit të hapësirave publike, por shprehen se nuk I është gjetur një vend tjetër për të shitur. Nuk thonë se është punë pa drejt me quhe si shesin rrugë madhe, por ne na kanë hjek bukën. As treg nuk ka, as zonë nuk ka. Jena shumë shtypun nga gjitha zonat. Na kanë shit rroba, po është marrën shitet djathi, peshku si shitet, nuk I lëvizin, dyshanet kanë tentër si sjesin rrobat jashtë. Na si na më të vëzhgë si shesim rroba nimash, na hjekun nga rruga. Është shumë e drejtë me na hjek. Na kanë ardhur, na kanë thonë, policia I na largue, por në vend bilet paktën kryetaria e bashkisë bëjnë një zonë për Shkodrën, se unë shoh në detyrën si ka marrë shoh se për popullin nuk ka shty basi gjë. Kam 10 vjet që sheston rrugë, s'kam fort ardhmet, asnjë të ardhmet, nuk kam 5 vjet I moj me këtë punë. Burrën e kam invalid, nuk e di ku të shkojmë, ku me çfarë hambuk. Më na bëni vend paktën, më na bëni vend edhe mos më na hekni më na lën pa bugojt. Se na s'kana ku shkojmë. Në vend do më mballe, unë iku lëshë vendin. Se në shto nuk mundu me lëshë vendin, e s'kam ku me punu. Të ardhurat e vetme për familjet e këtyre tregtarëve janë vetëm fitimi I pakët që vjen nga shitja e rrobave. Unë s'kam as I të ardhur një menim ekonomike, dritat I paguajmë shumë me vështirësi. Kam shititur me gruan rrugë madhe, rroba nimash si. Për mua shumë e zorshme jeta, më ka bërë shumë e zorshme. Edhe policinë se edhe ajo bani punën e vet se na largona se shteti është shtet, por na s'kena ku mët, na jena në rrugë të madhe. Unë kam shumë vështirë se kam 5 vet kanë hëngër bukë me këtë punë që kam mojtën. Nuk është absolutisht e kallojt. Jo absolutisht, ne kanë marrë emrat, disa herë na kanë thonë u bojmë vend s'na kanë bë. Unë paktën do unë vend punët ma bë. Policia bashkiake e Shkodrës është e vendosur për të liruar hapësirat publike, por ajo që mbetet një ngërç I pasgjidhur është se ende për tregtarët nuk është gjetur një vend tjetër për të shitur.